Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 30 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1574. Henry III bëhet mbreti i Francës. 1883. Në New York City, një thashëthem se ura Brooklyn do të rrëzohet shkakton një rrëmuje e cila shtyp 12 njerëz. 1913. Lufta e parë ballkanike, nënshkruhet Traktati i Londrës. 1913, duke përfunduar luftën, Shqipëria bëhet shteti i pavarur. 1941. Lufta e dytë botërore, Gjermania pushton Kretën. 1982. Spanja bëhet shteti 16 i NATO-s dhe shteti i parë që bashkohet me aleancën qysh nga antarësimi i Gjermanisë Perëndimore më 1955. Lindje 1672. Lindi Petri i Madh, mbret rus. 1799. Lindi Ferdo Livatic, kompozitor kroat. 1814. Lindi Mihajl Bukanjin, revolucionar rus. 1876. Lindi Vladimir Nazor, letrar kroat. 1896. Lindi Howard Hawks, regjisor amerikan i filmit. 1908. Lindi Hannes Alfvén, fizikant suedez. Vdekje 1431. Mbylli syt vajza guximtare, e njohur si Jeanne d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare, e dogjën në turrën e Druve. 1980. Vdiq Carl Radje, kitarist bas amerikan. 1981. Vdiq Don Ashby, lopatar kanadez hokej mbi akull. 1981. Vdiq Rahman Ziur, ish presidenti i Bangladeshit gjatë viteve 1977-1981. 1986. Vdiq Perry Ellis, dizajner amerikan. 1993. Vdiq D.R.A., muzikant amerikan. 1994. Vdiq Ezra Taft Benson, udhëheqës fetar amerikan. Për sot kemi përgatitur biografinë e Boris Jelçin, i cili ishte një politikan rus. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Sovjetit Suprem të Rusisë dhe më 1991 u zgjodh presidenti i Republikës Socialiste Federale Sovjetike Ruse, aleat me udhëheqës të ndryshëm nacionalist jo rus. Ai ishte i dobishëm në shpërbërjen zyrtare të Bashkimit Sovjetik në dhjetor të atij viti, në të cilin RSFSR u bë Federata Ruse, një shtet i pavarur. Jelçin mbeti në detyrë si president dhe u rizgjodh në zgjedhjet e vitit 1996, megjithëse kritikët pretenduan korrupsion të tërë zgjedhor. Jelçin shndërroi ekonominë socialiste shtetërore të Rusisë në një ekonomi tregu kapitaliste, duke zbatuar terapinë ekonomike të goditjeve, kursin e këmbimit të tregut të rubla, privatizimin në të gjithë vendin dhe heqjen e kontrolleve të çmimeve, pasojë rënies ekonomike dhe inflacioni. Mes ndërrimit ekonomik, një numër i vogël oligarkësh fituan shumicën e pronës dhe pasurisë kombëtare, ndërsa monopolet ndërkombëtare erdhën për të mbizotruar në treg. Gjatë krizës kushtetuese ruse të vitit 1993, Jelçin urdhëroi shpërbërjen e antikushtetuese të Parlamentit Sovjetik Suprem, i cili u përgjigj duke u përpjekur ta hiqte atë nga detyra. Në tetor 1993, trupat besnike të Jelçinit ndaluan një kryengritje të armatosur jashtë ndërtesës së parlamentit. Ai më pas prezantoi një kushtetutë të re, e cila zgjeroi ndjeshëm kompetencat e presidentit. Quan në luftën e parë çeçene, luftën e Dagestanit dhe luftën e dytë çeçene, midis viteve 1994 dhe 1999. Në planin ndërkombëtar, Jelçin promovoi bashkëpunimin e ri me Europën dhe nënshkroi marrëveshje të kontrollit të armëve me Shtetet e Bashkuara, mes presionit të brendshëm në rritje,
zgjedhur ish kryeministri Vladimir Putin. Jashtë zyrës ai mbajti një profil të ulët, por pas vdekjes së tij në prill 2007, atij u dha një varrim shtetëror. Jeltsin ishte një figurë diskutueshme brenda vendit, ai ishte shumë i popularizuar në fund të viteve 1980 dhe në fillim të viteve 1990. Megjithëse reputacioni i tij u dëmtua nga krizat ekonomike dhe politike të presidentës së tij dhe ai u largua nga posti shumë jo popullor me popullsinë ruse. Ai mori vlerësime dhe kritika për rolin e tij në shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, transformimin e Rusisë në një demokraci përfaqësuese dhe futjen e vendit në vend të lirive të reja politike, ekonomike dhe kulturore. Në të kundërt, ai u akuzua për keq menaxhim ekonomik, pikëqyrje në një rritje masive të pavarësisë dhe korrupsionit dhe për minimin e pozitës së Rusisë si një fuqi e madhe botërore. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasin se përse gishtat nuk kanë muskuj. Si fillim duhet të futemi thellë në anatominë e gishtave, struktura dhe kockat, falangat. Çdo gisht përbëhet nga 3 falanga, përveç gishtit të madh që ka vetëm 2, falanga proksomale më afër trupit dhe falanga mesatare dhe distale më larg saj, metakarpalet, kockat që rritin gishtat me kyçin e dorës, muskujt dhe tendinat. Tendinat ekstensor, këto tendina ndodhen në pjesën e pasme të dorës dhe shtrihen deri në gishtat për të shtrirë hapur. Tendinat fleksor ndodhen në pjesën e përparme të dorës dhe ndihmojnë në përkuljen e gishtave. Ka 2 tendina kryesore fleksorë për secilën gisht, një që përkul falangën proksimale dhe një që përkul falangën mesatare dhe distale. Muskujt në parakrah, ekstensorët dhe fleksorët, muskujt që kontrollojnë lëvizjen e gishtave ndodhen kryesisht në parakrah. Këto muskuj shtrihen nga parakrahu e deri në dorë përmes tendinave. Ekstensor karpi, muskuj që ndihmojnë në zgjatjen e kyçit të dorës dhe në kontrollimin e lëvizjeve së gishtave. Lidhjet nervore, nervi median dhe ulnar janë nervat kryesore që kontrollojnë ndjesitë dhe lëvizjen e gishtave. Nervi median kalon përmes tunelit karpal dhe kontrollon shumicën e gishtit të madh, gishtit tregues dhe gjysmën e gishtit të mesëm. Nervi ulnar kontrollon pjesën e tjetër të gishtave. Funksionet dhe përdorimi, lëvizshmëria dhe dëmtimet, lëvizje të ndryshme. Gishtat mund të bëjnë lëvizje komplekse fal kombinimit të muskujve dhe tendinave. Kjo lejon kapjen, shtypjen dhe lëvizje precize. Dëmtimet e përbashkëta, dëmtimet e tendinave dhe nervave janë të zakonshme dhe mund të ndodhin nga përdorimi i tepërt, si sindroma e tulenit karpal ose nga trauma. Fleksibiliteti dhe forca. Forca kapëse është helpësore për shumë aktivitete ditore dhe varet nga koordinimi i mirë mes muskujve dhe tendinave. Koordinimi motorik. Koordinimi i mirë është i nevojshëm për veprime të sofistikuara, si shkrimi, qepja apo lojra muzikore. Shkallëzimi i ndjeshmërisë. Më shumë receptor ndjesor, pëllëmba dhe gishtat kanë një përqendrim të lartë të receptorëve ndjesor, duke i bërë shumë të ndjeshëm ndaj prekjes. Kujtesa e muskujve, aftësia për të mësuar lëvizje. Gishtat kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të mësuar dhe mbajtur mend lëvizje specifike për detyra të caktuara, një fenomen i quajtur si kujtesa e muskujve. Gishtat janë një shembull i mrekullueshëm i kompleksitetit dhe efikasitetit të sistemit muskulor dhe nervor të trupit të njeriut. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 30 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në relievet malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me motë të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në zonat lindore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës, 17 deri në 32 gradë Celsius.
Peshkopi, 16 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 32 gradë Celsius. Durrës, 21 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj, 20 deri në 31 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 34 gradë Celsius. Berat, 21 deri në 35 gradë Celsius. Korç, 14 deri në 29 gradë Celsius. Vlorë, 22 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 18 deri në 33 gradë Celsius. Sarandë, 21 deri në 32 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 30 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira më të dukshme në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 14 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Pej, 15 deri në 31 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 30 gradë Celsius. Gjakov, 16 deri në 31 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 15 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër filloni të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.